Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk i kurtheu kritika ndaj komisioneres së zgjerimit Marta Kos dhe deklaratës së saj se zgjedhjet e 11 majit ishin të lira e të ndershme. Berisha në një komunikim me gazetarët akuzoi komisioneren si mbështetëse të kryeministrit Edi Rama dhe propagandës së tij. Partia Demokratike pas deklaratës së zonjës Marta Kos bëri një deklaratë në të cilën ajo e dënoi publikisht dhe gjërësisht deklaratën e frymëzuar të zonjës Kos nga propaganda e xhepit, propaganda e paguar e Edi Ramës, ekstremizmi politik i majt apo dezinformimi, si një deklaratë që shkelëran ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Berisha sulmoi edhe ambasadorin e BE-s në Tiranë Silvio Gonzato, i cili sipas tij ka përcjellë në Bruksel informacione të pavërteta për Partinë Demokratike. Unë ju kam informuar ju se ky zotëri për të përcjellë propagandën e Edi Ramës ju thot deputetëve të Parlamentit Evropian se kryetari i Partisë Demokratike nuk është pro-perëndimor, masi agenda e tij është manga dhe jo integrimi. Ky është i fillim, i mashtrim, e kam dënuar edhe një herë dhe dënoj prapë. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet absolutisht e përkushtuar totalisht në procesin e integrimit. Pak ditë më parë, komisionerja për zgjerimin Marta Kos deklaroi në Tiranë se zgjedhjet e 11 majit ishin të lira e të ndershme. Pas kësaj deklarate, e gjithë opozita kritikoi komisioneren, duke vënë në dukje se raporti i Odirit për 11 majit vlerëson se zgjedhjet ishin konkurruese dhe u zhvillua në mënyrë profesionale, por partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë.